309, plotësoni detyrën. Tova. Ma shumë lartësi, mere gazin. Ashtu, shumë mirë. Ky është studenti i tretë që merr kontroll Marko? Si urdhër. $404, ju lejoj juve ngritjen. Futën pilotash. Mere gazin. Ashtu. Mere gazin. Stabilizo drejtimin. Edhe një herë drejtimin. Lartësin, kujdes. Drejtimin. Mere gazin. Drejtimin. Dorezën vend. Drejtimin. Ulje dobët. Ju si instruktori Astrid duhet kishit punuar më shumë për uljen. Ai duhet ndihmuar më tepër nga udhëheqësi i fluturimit, shoku Marko. Lufta nuk bëhet me sufler, shoku instruktor. Mendoj që ishte mirë, edhe në ngritje. Në pilotazh gjithashtu. Ulja ka rëndësi. Ai ka një ulje defektoze dhe për mua mbi të qëndron një pikpyetje e madhe. Mos nxitoni, shoku Marko, ju keni përvojë dhe nuk do bëni keq ta merrni këtë student në regjimentin tuaj.
Veza ka vlera ushqyse të padiskutueshme. Ashtu? Po. Bile këtë thotë edhe doktor Lon. Me parë pi vino vil. Ku merr vesh nga jeta ti? Urdhëroni, kaloni. Ti e i qetë sot, fluturon në Musajn. Kurse unë me komandant Markon, a i s'te falë. Jo mërë buri dhe do të mos e merr me frikë. Jo mërë jo s'kam frikë, po se si njem kur fluturoj me te. Se s'ka një jetë rëndaj. Pasrit mirë? Bujërsi. Skëndo, lutem ka zë. Avash mora, avash. Shty mana, shty. Shty se plase. Qisterna erore. Je bërë animal. Ku që në gjithë të ushqim qarem? Në një dizë të të ngreja savioni. Fol ti fol. Urdhëro? Luani ka drejt, në 3 muaj ke shtuar goxha. 3 muaj. U bën 4 gjysë kemi artu, apo jo Astrid? Pastaj kështu kam lindur. Edhe klima si duket. I hatashmi, kur do ta ham dasmen. Qëndro më i tërhequr 505-a. Mirë. Ashtu. Vazhdo. Kaloni mbi objekt dhe plotësoni detyrën luftarake.
Drejtimin. Mirë. Freno. Freno plotësisht. Njëqind e 200 dhe 505 futun pikjak. Ju kuptova ju. Unë 102. Detyrën e plotësuam, kthehemi në bazë. Ulja e aeroplanit është elementi vështirë. Ulja është finalja, doktor. Dikush i ka nëmbëruar dhe ka nxjerrë se gjatë uljes piloti kryen qindra veprime. Plotësisht. Po vjen Astrid dhe jam ndiqeni. Kujdes drejtimin. Mbaj në vendorizëm. Merre nga pak. Merre. Drejtimin. Futu në qendër. Me këmbën e majtë mbaje. Fluturimi po shkon mirë. Jo edhe aq. Gjithë një smundje kronike. Sidoqoftë ka një lloj përmirësimi. Pak, shumë pak. Për mua ulja Astridit nuk garanton. I trembet shumë tokës. Në ajër vepron me shkallësi e siguri të madhe. Vetëm se kjo është pak, u bë kaq kohë. Ju duhet fluturoni me shumë me 3 komand. Po që se e pengon kjo, do ta vëm plan. Babai më pyet shpesh për ty. Çto? Don të di se ç'ngjet në aerodrom. Njerëzit gjithë një janë kurioz të dinë për aviacionin. Nuk është vetëm kjo. Imat ka punuar kur është ndërtuar pista. I kanë folur dhe për ty. Ai të pret, ka dëshirë të të njoh nga afër. Do të më njoh. Prej këtej çdo gjë duket e vogël dhe e bukur. Si nga avioni. Siç ka një lidhje epokash në këtë vend. Nuk di të flas kaq bukur. Ti di të jetosh bukur. Mbrëma. Mbrëma. Çu bëre ti? Kur ke ndërmend ta shpallësh fejes? Po ja, nga vera besoj. Do ta festojmë së bashku. Në kokën tënde së shpejt. Unë i kam hipur breshkës, jam i vonuar. Ju do t'jeni kryshit të aerodromit. Ti, Luani, Bujari, Skandua, Vasili... Dëgjoj Astrid. Komandant Marko nuk si kënaq me uljen tënde. Dhe jo më kot. Ti gjithçka në ajër e bën mirë. Bile shumë mirë.
Gjithë punën e prish me afrimin pranë tokës. E fillon me gabime, pasojnë tjerët. E kuptoja Musa, po se çka masu nuk e marr vesh. Mos u mërzit. Do ta gjejmë se s'bën. S'ka flitën. Natë e mirë. Natë e mirë. Ç'po bëni? Akoma s'keni fjetur? Ja po përgatitemi çik për nesër. E shoh, të bukur përgatitje po bëni. Ka qerë kemi biseduar për veçoritë psikofiziologjike të këtyre fluturimeve. Pa gjumësia ju ul tensionin, ju shkakton iluzione optike. Dhe pas anashini andra me sua për atje. Hajt, nisu, iqi, hajt. Të terrenit ton, dihet nga të gjithë. Edhe kërkesat që lyp kjo detyrë e vështirë, njihen nga ne. Me skuadrilin tuaj nesër do të futemi në grykën e projt thatë, në çifte aeroplanësh, në formacion të tërhequr, gjë që e vështirëson shoqëruesin. Pas kapërcimit të qafës së Muranës, energjikisht do të marrim lartësi për të realizuar qitjen në poligon. Marko po i përgatit pilotët për grykën jug perëndimore. Është nga ushtrimet më të vështira. Ku do ta bëni futjen? Para lumit? Po, në projnë jeshil. Ka një kthes të fortë ajo gryk. Duhet kujdes. Marko kërkon shumë. Ha, shoku Marko. Ç'thon pilotët e grupit C? Në rregull, shok komisar. I kam ndarë. Ja edhe plani i fluturimit. E pas ke marrë vetë Astridin. Mirë ke bërë. Ai djalë duhet ndihmuar seriozisht. Ashtu është, po e nuk po hecën me shokët dhe uljen vazhdon ta bëjë dobët. E pat vetë se sa keq erdhi pas qitjes në det. Ne kemi mendimin që Astridi është nga djemtë e mirë që na kanë ardhur. Me shumë vullnet, vetëm duhet ndihmuar pak. Po, uljen nuk bëhen drejt dhe kjo është kryesorja, apo jo? Merre në kujdesin tënd, Marko. Ti ke përvojë shumë. Po edhe Musaj. O, të dy, të gjithë bashkë. A vjen ta kalojmë vitin e ri në fshat tek unë? Do të rri këtu me shokët si gjithmonë. Atëherë po bëj një telegram në shtëpi dhe po i lajmëroj që të mos më presin atë natë. Bërtheu, ti në pilotazh vepron me siguri. Në ulje ke luhati. Luhati të këndit. Duke ruetur këndin, ruan edhe shpejtësinë edhe lartësinë. Kurse ti herë zvoglon, herë rrit pa që nevojë. E di si është puna, Musa. Sa jam në ajër më duket sikur jam mirë. Sa po prek e kuptoj që jam ulur keq, tronditet i gjithë avioni. Hajde bre Jovan. Hajde luj bujar. Hajde më luj. Moj zemrush, syrin sikur kush. Mësojni djaloshin. Moj zemrush. Ja nuk flet me televizja ime. Po nuk flet tani si shoj këtu. Ti do qyt. Amor ti mos na ngatrove. Mund djalin mirë nuk flet televizja, ke gabim. Ti lutem shumë shoj. Gjergj? Kam fajin kilos me ty sa gjithmonë kush me mua ti. Unë jam lojtar me peshë, mor djal. Hajde si star na eroj, hajde. Çfarë bëhet këtu? Hajde, gjitur. Shpejt, në përdoma. Ka rregull këtu. Doktor, të lutem O, kur të bëni familjar, more. Kush të vjet ju vërnë gjumë? Unë? Hajde, nisuni. Gjitur. Mat ka televizor ty. Në përdoma. Hajde. Na fal doktor, po u habitëm pas lojës. Po ka fajin bujari. Kush orun? Ti po? Ti or më lutë. Unë të lutem? Ja pjesëm shumë. Unë shtepa. Gjitur. Natën e mirë. Hajde, gjumë. Ja shikojmë nesër ne. Nesër kemi fluturim. Mua 312-ës më lejoni ngritje. Ju lejoj juve.
Veprosisht kam thënë, mos sikje mos shoh asgjë nga këtu, sepse fluturimi në gryk kërkon vëmendje të madhe. Ajo gryk të zjerë në fshatin tim. Matan është një plaj, gjithë vreshta. Qërush që i bëtë atje, apo jo, komandant? Kur të piqet do të shkojmë bashkë pa tjetër. Ko tani, Astrid? Deri kur do të mbash avionin tim tani? Derisa të vinë tekniku tjetër nga leja. Si shkon puna me montimin e avionit të ri? Mirë, hajt tani. A ka shumë punë? Qetësou. Ma përpara fluturimin në gryk nuk lejoj. Kurse tani e bën gjithë. Edhe ti mirë dhe dalësh, më dëgjo mua. Dhe për edhet, të gjitha në shenjë. Dëgjon, mos kemi fjalë. Tre 300 dhe 505 ju lejojnë ngritje në qift. Afro. Më duket se komandanti ndërhyri në shkëputjen e aeroplanit. Ai ka përvojë të madhe pa bën kështu. Mua më pëlqen ngritja e Astridit. Shkëputet e shu vetveti. Astriti nuk më duk mirë. Nofta nuk duhet lejuar të fluturonte. Ti pse nuk ndërhyre? Ti thoshe Markos. Doktori shta. Nuk e kam fjallën për shnetin. Do të fluturojnë mirë, po e. Të përgatitet çifti 110-207. Zëvend informacion. Banim. Parashitje. Ju kuptova. Mos u afro. Ju kuptova. Mos u largo. Afro dhe pak. I kuptova, afrohem dhe pak. Aty qëndro. I kuptova juve. Më lartë. Më lartë. Pak më lart. Ju kuptova juve. Futemi. Mos merr lartësi. U shkon. Ullu të them.
300 unë Shqiponja 2, 300 unë Shqiponja 2, si më dëgjon? Shumë mirë. Ndodhe me 505. 505 u kthyen bazë. Lejoni plotësimin e detyrës. Ju lejoj ju. Shqiponja 2, si më dëgjon? Ju dëgjoj mirë. 505 nuk erdhi në qitje, lidhuni me të. 505, ku ndodheni? 505 përgjigju. 505 si më dëgjon. Ç'ti ka ndodhur? Mos ka dalë mirë ose ka ndonjë defekt. 505 si më dëgjon. 505 ku ndodheni? 505 përgjigju. Nuk shoh tokë. Jam bire. Vetëtima. Ndiqni 505. Ju kuptova Shqiponja 2. Sa ujë ke 505? 650 litra. Po dëgjoj me vëmendje 505. Merë kursin 300 gradë dhe vazhdo në atë lartësi. Ju kuptova. Me lejoni uljen mua 300-s. Ju lejoj juve. Po këta pse po vini nga një? Diçka u ka ngjarë. Do tani humbin e lartësisë. Ju kuptova juve. Më dëgjove me mendje 505. Do ulemi bashkë, më kupton? Kuptova. Sa ujë ke 505? 500 litra. Mirë, fillo tani rrotullohet djata. Kuptova. Ruaj kursin. Ju kuptova juve. Aerodromin e shikoj. Stabilizo. Hum lartësi. Hum lartësi llogarit uljen. Jam në 450 metra. Vazhdo humbin e lartësisë. Stabilizo, drejtimin 505, lartësinë. Jam në 50 metra. Vendosë drejtimin. Ruaj këndin. Mere gazin. Stabilizo. Mere gazin. Mere. Në vend mba dorezën. Mos e lëviz. Freno. Ruaj qendrën. Mos dil nga pista. Ruaj qendrën. Mos dil nga pista. Jam me dobe që kanë garë. Ç'deshe të bëje? Unë mendova se... Ja se ku arrite. E dija që kështu do të përfundonte. Që nga thyer amortizatori rrotës parë. Bëhet. Gjithnjë më është tërhequr vreti nga komanda për uljen e dobët. Ky s'man asgjë. Komandanti ka zbuluar tamam për shtoqjet e mia. Unë nga ana ime duhet punoje më tepër. Duhet tak shok marrëdhënie me trit. Le të mendohemi mirë kur punojmë me ta. Se nëllë që rrjedhin pasoja që s'në me resmenje. Kaq kishe. Më qetë shok, më qetë. Gjatë kësaj analize dolën edhe disa metrat të tjera. Si këndi shumë i thellë i Luanit, nxjerrja e ulët mbi poligonin malor nga Noci e tjera. Por më e rëndësishmja është ngjarja e Stridit. Mos kryerja e detyrës dhe më pas ulja e dobët e tij, e rrezikshme mund themi, na bën që të nxjerrim mësime. Ç'kemi bërë ne për ta ndihmuar Astridin? Pak.
Shumë pak. Pak ne, pak edhe ai vetë. Po pse kështu do ecim? Veprimet kanë nisur me gabime qysh në metët e para të fluturimit. Secili të nxjerrë mësime nga të metët e sotme, 10 merr që punën. Kam dy fjalë, shok. E kam ndjekur Astritin hap pas hapi, me shpresë se në këto muaj që ndodhet këtu, do të korrigjonte defektet. Mi po siç e pa dhe vetë, unë si komandant të gjitha do t'ja falja, por t'i shmangesh detyrës është e palejushme. Ky është faj, shok. Dhe faj dënohet. Nuk do të merremi vetëm me Astritin, shok. Në këtë analizë doli që kemi shumë punë për të bërë. Ndërsa çështjen e Astritit do ta shqyrtojmë në organizatën badh. Atëherë shok të lirë. Astridi është bërë vrerë. Do mos do? Mund të kishë ndodhur dhe më keq. Komandant Marko ka jetë rëndë. Nuk pëlqeve fare kur hyrën në pikati. U fute me kënd shumë të madhe dhe kjo bëri që predat e parët mos godasin që në të objektivit. Herën e dytë e rregullove pas sa parë bën. Komandanti duhet ta ndihmonte Astritin aty në gryq. Kam frikë se do ta pezullojnë në fluturimi. S'besoj. Nuk më merr mend. Ai djalë po na mëson se si të njohim ma për gabimet tona, Marko. Është i sinqert. Po lera të dreqel, 100 tert kam thënë nuk të bën mirë. E me këtë nervozizëm që ke ti në ndi do na bësh të mblidhemi edhe për ty. Fluturimi kërkon qetësi, Marko. Qetësia Loni u bë kaq kos nga ndodhur kur. Ke haruar, komandant, ke haruar. Astriti ka fizik të fortë, refleks edhe tension të mirë. I di, gjitha i di. Po për atë që ndodhi në gryq, çtua. Unë javë shkaku ngarkesës emocionale që kanë disa njerëz në momentet të caktuara. Ti ke gjitha të përvojë, por si zhduket ke haruar se dikur ke qenë edhe vetë i ri. Përfituro vetën 20 vjet më parë. Atëherë do të kuptosh se si duhet të sillesh me të rinjt. Takti është gjë e madhe, Marko. Është i paaftë dhe pik, doktor. Takti. Po çyn takti këtu? Nuk është me të thënë, është me të dhënë kjo punë. I kisha folur ashpër Albanës. Pas ka raportuar. Nuk ton. I humbet besimin për të bërë diçka. Dua rregull në shtëpi. Ti sillesh me të si ndonjë komandant i rept. Fli tani. Marko, ti gjithë mbas ditën ke qenë nervoz. Ç'ke? Qore, gjumash. Po presin tjerët. Ore, tundu. Shkoni. Mos i dramatizoj gjërat. E pe sekretarin si odhi fjallin tek format e punës? Tek metoda. I do gjithë sa komandant Markos. Hajde, qo. Ik. Hajde më shok. Hajde shpejt se po fillon ndeshja. Po ju presim. Shkoni. Mirë. Kjo ngjarje i vuri ka pak të gjithave. Ta mbyllim dosjen si ndonjë hetues pa vullnet. Si ndonjë mjek i paaftë që e lën smunën përparoj. Si e ka nisur do të vritet, dhe atëherë pendimi do t'jeti kot, shoku komisar. Marko. Si nuk më kupton, Xhanëm. Unë flas me ty si shok, si komunist. Keni drejt, shoku lek. Ke shfaqur nervozizëm me Astritin, edhe në tokë, edhe në ajër. Ndoshta. Ja se keni qenë para se të futeshit në gryk. Në këtë formacion
të mos e bëni të ushtrimin. Duhen krijuar kushte për shoqërusin. E pranoj kam qenë nervoz. Por unë nuk jam që ti përgdhelin pilotët. Dakor, të sillemi me takt, po kur ke të bësh me njerëz jo të aftë, duket se është e kota zjasim. Le ti liroj vendin një tjetër më mirë. Nuk jam dakord me ty. Ai djalë duhet ndihmuar. Ai djalë nuk bëhet pilot. Më gjaftohet shoku Margo. Shoku Le, kupton drejt, nuk kam asgjë me të. Ai është djalë shumë i mirë. Po unë duhet i paraprit keqes, prandaj ngul kam. Ha, Astrid, nuk bën mirë. Fluturimi ka nevojë për ushqim. Nuk më ha. Dëgjoj më djalë. Unë nuk kam asgjë me ty. Por mua më shqetëson përgatitja jote profesionale. Nuk dua të ndodhë gjë, më kupton besoj. Ju kuptoj shoku komandant. Unë e di që askush s'ka lindur i ditur. Dhe shkolla nuk t'i mëson të gjitha, dhe këtë e di. Por ama një gjë duhet ta kemi të qartë. Cili do duhet zërë vendin e vet. Shoku komandant, ju kuptoj. Para ma që nga shumë e vështirë për njeriu që të ndahet nga profesioni që dëshiron. Shumë gjëra për njeriu mund të jenë të dashura në jetë, po ja që s'mund të arrish të gjitha. Ja për shembull, ti mund të bësh një inxhinier apo ku di unë se shoku komandant. Nice. Sidoqoftë në mendimin tim, e kam shfaqur dhe komisarit dhe nuk dua që nesër të thuash se Marko e kishte në dorë, po nuk deshti. E ka ndarë mendjen. Kur të arrish lartësinë 4000 metra, kontrollo ballancimin e avionit në të gjitha shpejtësitë. Dakord? Ju kuptova. Nuk the që po shkoj vetë ku s'kanda. Kur të vish në ulje, ngjish avionin. Se duhet shoh sa rezistent janë amortizatorët tanë. Kuptova. Gati shoku Musa. Ju faleminderit. Shumë mirë. Sa e ke lartësinë? Jam në 1500 metra. Si është shikimi 102-shi? Shikimi i qartë. Merë lartësi. Ju kuptova juve. Ndodhem mbi re. Vazhdo të marrësh lartësi. Ju kuptova juve. Një 102-shi, sa e ke lartësinë? Përgjigj më 102-shi. Nuk ju dëgjoj mirë, motori nuk punon. Që 102-shi ç'po njet me ty, më përgjigj. Ju dëgjoj dobët, motori nuk punon. Që 102-shi si më dëgjon? Vetëtima lidhoj me 102-shin. Vetëtima! Ju kuptova. 102 ndodhet në kuotën e 30-s. Provoj edhe një lëshimin. Nuk lëshohet. Që 102-shi si më dëgjon, përgjigj mu. Ju dëgjoj dobët. Drejto avionin nga kneta dhe pregatitu për katapult. Ju kuptova. Kontrollo rripat. Kryo figurë.
Vazhdoj humbin e lartësisë, ju dëgjoj dobët tani. Çka ndodhi? Defekt motori, nuk kam asnjë lidhje me të. I dha shurrë të hidhet me katapult. Ashtu? Vetëtima! Përcaktoni vazhdimisht ku ndodhi 102-shi. Po i afrohet rajonit të aerodromit. Ndodhem mbi aerodrom. Po vjen! Provoj uljet detyruar. Të lumt. Ku je, shqiponj, ku je? Dale. Që rrota. Urqem të një parë. Hajde marë Musa, hajde se në ngrive gjakun, hajde. Hajde marë burë. Të lumt, Musa. Që vinte në ulje me motor të shuar, nuk doja t'u zja besë syve. Ti nuk e kupton se ç'do të thotë kjo. Ria t'jen kull në komandimi dhe nuk e mbaj mend se ç'flisnja. Musajti ndodhi gjë? Si kokra e mollës, pilotëve se i sua kemi merakun. Të gjithë. Astriti a ishte në aerodrom ku ndodhi kjo? Po, e puthe Musan dhe gati sa s'jante. Vërtet? Ç'do të bësh me atë djalë? Marko, mos e merrni nxituar. Është mirë të keni të gjithë si Musaj, por... Po për këtë më vjen plasje. Pse si kujton ti se s'dua unë ta ndihmoj? Nuk dua unë që ai tec me shokët? Po ja që nuk bëhet më i rin. Tu një tjetër tani? Një tjetër. Si shkojnë punë? Një tjetër. Një tjetër. Punë mbarë, shok. Mirë se vini. Sharde. Ç'thot? Do ta montoni këtë muaj apo jo? Do ta montojmë, o sekretar. Shumë pjesë motorike kanë ardhur me defekte serioze, po ne do t'i riparojmë në vend. Në shumë degë të industrisë, kinezët na kanë sabotuar shumë. Po thuhet gjitha makineritë që na kanë sjell kohët e fundit janë defektoze dhe jo të plotë. E hile na kanë patur, o sekretar, me hile. Ashtu është, Dani. Ata kujtonin se ne nuk do të mund të bënim dot pa ta. Kërkonin të na nështronin, të zgjasim dorën. Se mos është hera parë shok Vagrën. Ne do ta ngrejmë qiell këtë avion dhe pjesët që mungojnë vetë do t'i prodhojmë, apo jo inxhinier? Ashtu është, o Dane. Partia ka besim në forcat dhe energjitë e njerëzve, o Dani. Le ta marrin vesh dhe ata se ç'është në gjendje të bëjë një popull që e do partinë e vet. Ashtu e bukur. Kërkotorën. Amal kërkotorën. Me këngën o Zambak Zambaku i Bardh, përshëndesim pensionistët e bllokut 20 të lagjes numër 8, Tiranë. Unë vdes për këtë. Punë e madhe. Ku po shkon? Në verandë. Po, edhe unë.
bën Astridi? Është i mërzitur. Ngjarja në Grykja të rënditi besimin. Aso nuk di ç'them. Nga njerë më duke sikur komandant Marko ka drejt, nga njerë sikur nuk ka. Kujdo mund të ndodhin një jetë papritura. Dhe them kjo gjë bën të bukur atë. Po Astridi ishte i ri, i fortë, me pasion për fluturimin. Po ja që drejt uli herë bën herë jo. Sidoqoftë, unë them se me punë do të arrijë aty se ka sot. Ndoshta. Veç ama kur e pashi ula që keq, tha se e theun dysh avionin. Ose bën nga i tragjika derbal. Shohim ç'do vendos byroja dhe komanda. Mund t'ja japin komandant Markos patronash. Mund t'a japin dhe ty. Ndofta edhe ty. Ndofta. Duhet jemi më këmbëngulës në kërkesën e maksimumit nga pilotët e rinj. Unë jam dakord me ato që thanë shokët. Dhe i tërheq vëmendjen para byros shokut Marko për mungesën e taktit ndaj varcëve. Kurse si nuk na lejohet ne t'i fyejmë ata. Pavarësisht se shoku Marko bëri autokritik, unë i bëj thirrje si komunist ta rishikoj vetveten. Kjo sjellje ka të bëjë me metodën e punës nga e cila rrjedhin pasoja të rënda shok. Si përfundim, propozoj që Astridin ta pezullojmë nga fluturimi. Ai patjetër kërkon një farë kohe për t'u qetësuar. Kush është dakord me këtë? Dakord. Po shkon mirë. Padyshim, teknikët tani kanë duar të artë. Dhe djove, kaloj shpesin e zërit. 210-a. Futu në rreth. Llogarit uljen. Kuptova. Kujdes Kande. Është mjesht të raj, s'ke që thua. Parashut, mirë. Freno, freno, freno. Mirë. Jepi që kraut jo. Jep. Ashtu. Por vazhdo. Martohore. Martoh që të shpëtojmë një herë mirë prej tejet. Të martohet shoku Musa një herë, ai u harrua fare. Ajo punë nuk ka radhë. Ky vit edhe një javë ka shoku Musa? Besoj se vitin tjetër? Natën e vitit të ri unë e kam gjetë damën time. Cilën? Cilën? Nuk e tregoj se është sekret. Unë po shkoj këtë rrasa Astridi. E lash në gjumë që të sot pa. Gjithë natën është përpjekur. Shpejt do t'jem ase iku autobusi. Erdhëm sënë, erdhëm.
shtot, Astridi. Hiq. Ju bën kaq kohë që nuk ka fluturuar. Mos e lini vetëm. I kam folur. Edhe me Lirikën ka kohë që nuk është takuar. Astridi është djalë me ser. Unë kam besim se ti ka përzej bëshleqet. Nuk di që the, Musa. Astridi ka nevojë për ndihmën tuaj, komandant. Astrid. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çu bëre gjithë këto ditë? Të kam pritur. Pas keni fluturim sonte. Ku do ta kalojmë vitin e ri? Në shtëpi besoj. Në shtëpi. Po mua Luani më tha se do ta kalojmë bashkë me shokët. Bile s'kërkon të ftoj edhe Florën. Lirika. Më duket se ëndra ime po merr fund. Kam vendosur të largohem në aviacionin. Ty mbase s'të vjen mirë, por e ndi që nuk mund të vazhdoj më kështu. Pas edhe komandanti ka të drejtë. Pse ti se vënë një tjetri? Kjo s'ka për të ndodhur kurrë. E ke vendosur? Po. Pa e mendon se çfarë do të thonë të tjerët për ty. Janë thënë plot gjëra deri tani. Kurse unë mendoja se ti nuk mund të thyesh kurrë, se i kam ngulës me vullnet. Ku shkuan të gjitha këto? Si kujton ti se shkollajti arish të gjitha? Jo, Astrid, duhet punë, mund, Unë nuk jam trembur asnjëherë. Po ç'të bëj, pa eci si ngranash ditë. Ti nuk duhet tërhiqesh. Ç'është ky vendim për t'u larguar? 3 vjet në shkollë, 5 muaj në aerodrom. Ke menduar mirë? Ne vërtet të zulluam nga fluturimi. Por kjo u bë që ti të qetësohesh, të përgatitesh, dhe jo të kapitullosh. Kapitullimi u përket njerëzve të dobët. Dje lexova edhe njërë karakteristikën tënde të shkollës. Të cilësonin të thjesht dhe punëtor. Partia ju ka vënë në ballë të guximit. Ha, ç'mëri ashtu? Dhe ndëgjo, sonte do të vish patjetër në mbrëmje. Merë edhe atë çupën. Fillojmë stërvitin në shtarake të kjo, jemi 30 vajza. Kur? Javën e partë janari. Atëherë duhet shtyr leja. Pse? Bujari thotë se e kam zgjatur shumë. Na kish marrë malli të mblidheshi më shoku lej. Këto mbrëmje na kujtojnë kohën e shkollës. Apo jo, Marko? Kujtohet komandanteli. Qeca e rret, po me zemër të madhe. Ai ishte i rrallë. Atë kujtohet kur zu me Lonin. Atëherë i sa që e emëruar në aerodrom. Tani ka filluar të thinjet. S'desh që s'desh ta lindet fluturon. Je keq me tension arterial, i thosh.
E kam parasysh si unë zë. Ik morë tutje. Unë e kam tensionin se 20 vjeç. Ama u dha Loni, zova që zova. Flora, prej kohësh e prisja këtë mbrëmje. Se thuash, kam bizeduar me liriken për juve. Nuk e dija ju ka thonë apo jo. Ju duhet më kuptoni, e kam seriozisht. Ne duhet njimi nga afër. Kam dashur të bisedoj me shokun tane. Ju keni një baba të mrekullueshëm, ajo është një ndër tekniket më të mirë që kemi. Oh! Çfarë bërës të Lena, po të shikon Dania. Gëzuar, kësumjet me gëzime, gëzuar, suksese, gëzuar komandant. Suksese dhe me indjallë. Dani, do vesh gjë në plan këtë vit apo jo? Sekretari ka fjallën për djalë, o Dani. Di. Po në qofë se doktori ka lexuar në revistre, fillova unë. Ka disa metoda. Si ajo që më tregove për çupën e fundit. Igor tutje. Igor nuk të besoj më unë. Si gjëja. T'ja lëm rrallën të rive. O Musa. Dëgjoj këtu. Qysh nesër do të fillosh leje. Të hikësh e të mos më kthehesh beqar. Dakor të shok. Mirë ta bëj. Po harua fare më. Fjalë me vetë. Nuk e ki para stritin qiell çokolet. Do ta shohim Musa, do ta shohim. Ai duhet të rifilloj se s'bën. Apo jo, Marko? Gëzuar Astrid. Gëzuar komandant. Duhet kesh parasysh që në momentin e rrafshimit të avionit, rritet rezistenca induktive shumë shpejt, jo që çon në uljen e shpejtësisë edhe të forcës ngritëse të avionit. Toka afrohet intensivisht, prandaj duhet të merret doreza e komandimit të avionit, duke kontrolluar vazhdimisht afrimin e tokës. Mos hum lartësi. Mirë, mirë. Kujdes këndi. Mos u anë. Kujdes, mirë. Merre gazin. Merre. Kuptova. Shtyhu qisterna erore. Ama te qister. Sa mirë që filloj qunë. Së shaka, kjo që po bën Astriti ja kalon edhe provimeve. Freno plotësisht, freno. Ashtë, bukur. Hip në luftarak. Si urdhëron.
Sa emocion kam për atë djalë. Mirë që si e bëra dhjetor. Si shkon? Deri tani mirë. Po vjen ullet. Baje me gas. Akoma me gas. Mere dorezën, mere, edhe pak, edhe pak. Astridi ka nevojë për ndihmën tuaj, komandant. Ai është djalë i sinqert. Qenë ka shumë e vështirë të ndash në profesion. Duhet kujdes me të rinj. Ndoshta mund ta pezullojnë nga fluturimi. Ai është këmbgulës. 505. Dil përsëri në start. Dil përsëri në start. Pesin e pesa, si më dëgjon? Ju dëgjoj shumë mirë. Futun pilotazh. Ju kuptova. Unë 505 vi në ullje. Mos harroni rrotat dhe frenusët. Ju kuptova juve.